Nderuar miq, për juve që komentoni, që më ndiqni, shikoni çfarë kam shkruar një koment në Zërin e Amerikës të fshirë 3 herë në 21 tetor 2021. Pa dalë dosja me Gronigel që unë jam shprehur se Edi Ramës prangat Amerika në zyrë do t'ja bëj. Pra, unë kam folur, por harrova që Yuri Kim, sot drejtoreshe e Tigrit 1 dhe Tigrit 3 që vjes shqiptarët, dhe opozita hesht, sepse unë ja kam thënë opozitës, protestoni në sharë tek incineratori që nuk ekziston, dhe tek anijet fantazm nga Bangladeshi, deri në grev urie. Kështu do të ndërkombëtarizohet kjo mega vjedhja e shekullit. Dhe Erion Veliaj nuk është dënuar për inceneratorin. Pse? Kështu, ato që unë kam thënë në Zërin e Amerikës që dhe vetë Zëri i Amerikës i censuronte. E çfarë prisni juve o popull që Top Qenefi, klani Sandrit, e vizioni Dulakut e tjerë, mos t'i bëjnë temena Edi Ramës. Ku vetë Zëri i Amerikës një komentimin ma fshin 3 herë. Pse unë i rikujtoj? Ore, a Edi Rama erdhi tek juve u tall me presidentin tuaj, u martua me Bilalin, dhe shokët e tij Greku dhe Bilali janë në burg dhe deklaruan që kemi punuar për Edi Ramën. Edi Rama nuk e gjen asnjë gjë. E kuptoni sa e frikshme është kjo histori, ku të gjithë jemi viktima të marrëzisë së këtij i pompuar nga armiqt shekullor të shqiptarisë.